Gjykata e Kasacionit në Itali dyshon nëse rregulloria e procedurës civile në çështjen Gjader është në përputhje me direktivën e riaddësimit dhe direktivën e pritjes. Për këtë arsye, DIA-jo i referoi dy raste Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian. Qeveria italiane miratoi një ligj së fundmi për qendrat e pritjes në Lezhë, duke dërguar atje emigrantët e parregullt dhe duke zgjeruar kështu përdorimin e qendrave, por vendimi i Gjykatës së Lartë sipas mediave italiane është goditje e rëndë për nismën. Dërgimi i çështjes në Gjykatën Evropiane pamundëson procedurat e mëtejshme të gjykatave italiane për të dhënë dritën jeshile të paraburgimit për emigrantët, derisa gjyqtarët e Luksemburgut të vendosin. Gjyqtarët ngrenë dy pyetje që kanë të bëjnë me të dyja rastet e mundshme aktualisht në Gjader, atë të një emigranti në një situatë të parregullt administrative dhe atë të një azil kërkuesi që ka aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare prapahekurave. Për të parën, dyshimi është se transferimi nga Italia në Shqipëri bie ndesh me direktivën e riaddësimit. Për të dytën, një dyshim i ngjashëm ka të bëjë me direktivën e pritjes. Gjykata e Lartë italiane mori këtë vendim pas ankesave të Ministrisë së Brendshme italiane për dy raste emigrantësh, për të cilët Gjykata e Apelit në Rom kishte vendosur të mos miratonte ndalimin e tyre. Dy personat mbaheshin të ndaluar në Shqipëri dhe kishin paraqitur kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare. Ndërsa vendimi i Gjykatës së Lartë italiane ngrin të gjitha vendimet e mëtejshme, ajo i drejtohet me dy pyetje Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian. Pyetja e parë ka të bëjë nëse marrëveshja Rom-Tiranë respekton direktivat europiane dhe pyetja e dytë nëse marrëveshja mbron të drejtat e azilkërkuesve.